سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. Dëgjuesit e gënjeshtrave janë mitmarrës. Nëse ata vinë te ti për të gjykuar ose gjykoj ose largohu prej tyre, nëse largohesh prej tyre ata nuk mund të të dëmtojnë në asnjë mënyrë, por nëse i gjykon, gjykoj me të drejtë, Zoti do gjykatësit e drejtë. Shpjegime. Fjala suht, që u përkthye me mit, do të thotë pasuritë të cilën ai që e ka në dorë shtrëngohet ta fsheh, për shkak se është pasuri e turpshme. Përveç para mit, para e tillë është edhe ajo e spion llëkut, e kodosh llëkut, e të tjerë. Ajeti thotë se jehudint janë prej atyre që e hanë këtë lloj pasurie. Dihet se kush han nga kjo pasuri e ndaluar përfshihet nën kritikën e këtij ajeti. Sipas këtij ajeti i pejgamberit i është lënë në dorë gjykimi ose mos gjykimi jehudive për ato çështje për të cilat ata vinë te pejgamberi për t'i gjykuar. Kjo do thotë se gjykatësit e kanë në dorë, nëse duan i gjykojnë sipas dispozitave të Kuranit e të Sunetit, nëse duan nuk pranojnë të gjykojnë. Kështu kanë thënë Nehaiu, Shuabiu dhe Imam Maliki, por Imam Azemi dhe Imam Shafiu kanë thënë se ky ajet është i anuluar me ajetin wa anihkum bainahum bima anzala Allah. Prandaj gjykatësit janë të detyruar të gjykojnë edhe ata jehudinj e ata të krishterë që vinë të kërkojnë gjykimin e tyre. Zoti tregoi se jehudinjtë zgjodhen pejgamberin si gjykatës, por në mes tyre kishin vendosur, nëse pejgamberi do të gjykonte ashtu siç dëshironin ata, ta pranonin gjykimin e tij, për të treguar edhe habin pse ata e zgjedhin pejgamberin për gjykatës kur nuk i besojnë atij e kur për më tepër të tilla çështje ata i kanë në Teurat. Zoti urdhëron e thotë: "Wa kayfa yuhakkimunaka wa indahum at-Taurah fiha hukmullah thumma yatawallawna min ba'di dhalika wa ma ulaika bil mu'minin." Është për tu habitur se qysh ata të zgjedhin ty për arbitër në një kohë që ata kanë në dorë Teuratin, në të cilin gjendet gjykimi i Zotit. Pastaj kur ti i gjykon ata me një mënyrë që i përshtatet librit të tyre, ata kthejnë shpinën, nuk e pranojnë gjykimin dhe kjo është shumë e habitshme, por ata nuk janë besimtarë të Teuratit ose nuk të besojnë ty, o Muhammed. Shpjegime. Fahri Raziu thotë se fjala kejfe është përpyetje e habitshme, por meqense habia nuk është e mundur të gjendet te Zoti, kjo fjalë është shprehur për të shtyrë pejgamberin të habitet. Jehudinjt bëjnë punë të habitshme si të marrët, lën pas dore Teuratin, të cilin ata e vërtetojnë vetë dhe kërkojnë nga ti gjykim, kur nuk besojnë as në profecin tënde dhe as në Kuranin. Veç kësaj, gjykimi i pejgamberit nuk përputet me dëshirat e tyre, prandaj ata i kthejnë shpinën gjykimit të tij. Të gjitha këto tregojnë se jehudinjt janë shumë mendje lehtë. Zoti tregoi se jehudinjt u kthejnë shpinën dispozitave të Teuratit, për të treguar edhe se ata e kishin detyrë të shenjtë, tu binden atyre dispozitave, urdhëron e thotë: Inna anzalna at-Taurata fiha huda wa nuru yahkumu biha an-nabiyyun alladhina aslamu للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Ne me madhërin ton zbritëm Teuratin, në të cilin ka udhëzim për në rrugën e drejtë, hidajet, ka edhe dritë, shkoqitje të çështjeve të paqarta. Me atë i gjykojnë pejgamberët jehudinjtë e bindur, me atë gjykojnë dietarët e mëdhenj dhe juristët e tyre fukahat, sepse janë të detyruar të ruajnë librin e Zotit, ata janë dëshmues se ai është i vërtetë. Pra, o ju kryetar të jehudinjve, mos kini frikë njerëzit, por kini frikë prej meje. Mos i shisni ajetet e mia për një çmim të vogël, dhe kushdo që nuk gjykon me atë që ka zbritur Zoti është mohues. Shpjegime. Hidajeti, udhëzimin për në rrugën e drejtë, i përmendur në këtë ajet, është për Teuratin, në të cilin tregohen detyrat që ka caktuar Zoti dhe dispozitat e sheriatit. Për të theksuar se ata që i ndjekin dispozitat në fjalë kanë arritur qëllimin, në ajet është thënë hidajet. Kurse fjala nur, dritë, është për ato ajete që ndriçojnë besimin dhe shpjegojnë çështjet e paqarta të besimit. Pejgamberët e bindur është për ata pejgamberë të Ben Israilve që kanë ardhur pas të madhit Musa deri në kohën e të madhit Isa, të cilët ishin të urdhëruar të vepronin me dispozitat e Teuratit. Me këtë ajet të madhëruar
kaluar Zoti ka turpëruar jehudint për shkak se ata nuk ishin të kënaqur nga gjykimi sipas dispozitave të Teuratit, sipas të cilave kanë gjykuar pejgamberët, dietarët e mëdhenj dhe juristët e tyre. Jehudint e kohës fatlume ndiqnin atë udhë të shëmtuar për dy arsye, një prej frikës së Paris dhe dy prej shpresës. Prandaj Zoti ynë fillimisht u drejton fjalën gjykatësve dhe u thot mos keni frikë njerëzit, por të keni frikë prej meje, në rast se ju i ndryshoni dispozitat e Teuratit prej frikës së Paris tuaj, dijeni se zemrimi im është më i rept se frika prej tyre. Pastaj u thot mos i shisni ajetet e mia, do me thënë mos guxoni të ndryshoni dispozitat e Teuratit prej lakmisë që keni për ndonjë gjë dhe prej shpresës se do të fitoni disa para. Mos gjykoni padrejtësisht për të marrë mit, sepse ato para që do të merrni sado shumë që t'jenë në krahasim me mëkatin janë shumë pak. Thënia e ajetit me frazën e fundit kushdo që nuk gjykon me atë që ka zbritur Zoti është mohues, tregon se ata jehudin që ndryshonin një dispozitë të dukshme, siç është dispozita për imoralët, është mohues. Në të gjitha sheriatet, ndryshimi i dispozitave është mohim, kufër. Pra, duke treguar se ata që i ndryshojnë dispozitat e zbritura nga Zoti nuk meritojnë të quhen besimtar, thekson se ndëshkimi i tyre në ahiret është tepër i rëndë. Ebu Sud Efendi u thot se mos gjykimi me dispozitat që ka zbritur Zoti nga se gjykatësi mohon ato, i përçmon ose i konsideron halal, është kufër, mohim, por nëse kjo bëhet duke e pohuar me gojë por duke mos e vërtetuar me zemër mëkatin, atëherë nuk është kufër. Khawarixhet duke u mbështetur në këtë ajet than, fajtorët janë qafir, por siç tregon Fahri Raziu, atyre i është dhënë përgjigje si vijon. Megjithse fajtori ka vepruar në kundërshtim me dispozitat e Allahut, meqense ai e beson me zemër se ajo punë përbën mëkat, nuk bëhet mohues. Pse? Sepse mohimi është atëherë kur dispozitat e vërteta mohohen me zemër dhe refuzohen me gojë. Pra ajeti do të thotë bëhet mohues kushdo që gjykon në kundërshtim me dispozitat e Allahut, duke i refuzuar me gojë dhe duke i mohuar ato krejtësisht me zemër. Zoti për të treguar se jehudint e kanë ndryshuar edhe kisasin që ekzistonte në Teurat, ashtu siç kanë ndryshuar edhe dispozitën për imoralin, urdhëron e thot: "O ketebna alejhim fiha an an-nafs bin-nafs, wal-'ayna bil-'ayn, wal-anfa bil-anf, wal-udhuna bil-udhun, was-sinna bis-sin, wal-juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratun lahu, wa man lam yahkum bima anzala Allah, fa ulaika humudh dhalimun." Ne me madhërin tonë e bëm farz për Beni Israilën në Teurat të përballohet shpirti me shpirtin, syri me syrin, hunda me hundën, veshi me veshin, dhëmbi me dhëmbin, dhe plagosjet e tjera shpaguhen ndërsjelltas. Kushdo që do ta fal atë, ajo është kefare, shlyerje për mëkatin e tij, dhe kushdo që s'gjykon me atë që ka zbritur Zoti, pikërisht ata janë mizor. Shpjegime. Zoti e kishte bërë farz në Teurat regjmin për imoralët, por jehudinët zbatonin atë vetëm për të varfrit, kurse për të pasurit ose mbyllnin syt dhe nuk e zbatonin, ose ndryshonin dispozitën, ndryshonin gjithashtu edhe dispozitën e kisasit. Por ne me madhërin ton, thot Zoti, e kemi bërë farz në Teurat për Beni Israilët të përballohet shpirti me shpirtin, do me thënë vrasësi të vritet për të shlyer të vrarin prej tij, syri me syrin, do me thënë t'i nxirret syri atij që ka verbuar tjetrin. Kështu veprohet për hundën, veshin, dhëmbin e plagët e tjera, të gjitha të shpaguhen me barazje të plot, si për të pasurit e njerëzit e lartë, ashtu edhe për të varfrit e njerëzit e thjesht. Nëse një njeri fal fajin kriminalit, ajo falje është pastrim për të, do me thënë kriminali nuk ndëshkohet, dhe kushdo që nuk do të gjykoj me dispozitat e zbritura nga ana e Zotit është mizor, është prej atyre që kanë dalë jashtë bindjes Allahut dhe i kanë ndryshuar dispozitat e Allahut. Fraza faman tasaddaqa, kushdo që do ta fal atë, ajo shlyerje për mëkatin e tij, kafare, ka dy kuptime. 1. Falje e fajit të kriminalit është kefaret, falje për fajet e falsit. Me këtë mënyrë i stimulon Zoti njerëzit që t'ia falin fajin fajtorit. I madhi Enes ka thënë, kur ndonjëri ankohej te pejgamberi për ndonjë fajtor, ai i bënte thirrje ankuesit që ta fal fajtorin. Prandaj është bërë mëshrua, punë e ligjshme, që gjykatësit i propozoi ankuesit faljen e fajtorit përpara se të zbatohet vendimi i dënimit për të. 2. Falja e fajit të kriminalit është si pastrim për kriminalin sepse në ahiret nuk do ndëshkohet për fajin e falur, por në librin Fathul Bayan thuhet, nëse krimi është vrasje, prej fajtorit kërkohen 3 të drejta. 1. E drejta e Allahut, sepse ai ka bërë një punë të ndaluar. 2. E drejta të vrarit. 3. E drejta e trashëgimtarëve.
Kur vrasësi bën teube për punën e keqe që ka bërë dhe ja dorëzon veten trashëgimtarëve të vrarit prej tij, nëse ata e falin, kërkesa e tyre bie. Vrasësit i shlyhet gjithashtu edhe drejta hyjnore me teuben që bëri dhe tani vrasësit i mbetet barë mbi shtëpinë vetëm me drejta e të vrarit. Por edhe këtë Zoti mund ta ndreqë ditën e Kiametit. Pra falja e trashëgimtarëve bëhet shkak shfaqësimi për kriminalin në dynja. Nëse krimi është plagosje, atëherë meqenëse si plagosuri është gjallë, pasi të fal kriminalin dhe ai të bëj teube, nuk ka më vend që ai të ndëshkohet në ahiret. Kështu në librin Fathul Bayan është i vlefshëm kuptimi i dytë i frazës së lartë përmendur, por kuptimi i parë është më i pëlqyer. Në tefsirin e Taberiut dhe të Hazinit thuhet se ajeti ka zbritur për shkak të ankimeve të fisit Beni Kurejda që pati luftuar në kohën e xahilijetit me fisin Beni Nadhir dhe që e mundur. Beni Nadhirët nuk e respektonin rregullin e barazisë, si në kisasin ashtu edhe në dijetin, por një gjak ata merrnin prej të mundurve dy gjaqe. Edhe dijetin ata e merrnin dy fish, kurse Beni Kurejdhët i merrnin atyre gjysmën e dijetit. Kur pejgamberi erdhi në Medinë, vuri themelet e barazisë për çdo nënshtetas, dhe kur Beni Kurejdhët u ankuan kundër Beni Nadhirëve, atëherë ka zbritur ky ajet për të treguar se edhe në Teurat është vënë themeli i barazisë, por Beni Nadhirët vepronin në kundërshtim me sheriatin e vet.